إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shembulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën ata të cilëve ju lejohet të lypin. Vëllezër të dashur, Allahu xhaleshanuhu na ka urdhëruar me ndershmëri, punë të pastërt dhe ruajtje të dinjitetit. Lypjen e ka bërë haram, rreptësisht të ndaluar, përveç në raste të caktuara që i përmend vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai i përmend raste që përjashtohen nga kjo ndalesë dhe thotë: Tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Një sahabi që ka patur emrin Kabisa ka marr borxh për të paguar dëmshpërblimin e një vrasjeje, e ka paguar borxhin edhe ka bërë pajtimin e familjeve. Ky ka marrë borxh. S'ka mund ta përballone vet atë borxhin, edhe ka shku ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja sqaron. Faqal aqim hatta ta'tina as-sadaqa fa na'muru laka biha. I tha, prit, na bjen dikush sadaka dhe unë ta jap dhe shkollirisht i jepe ku e ke marr borxh, se ke marr borxh, ke pajtu dy familje që kanë qenë në gjak dhe lirisht aty do japim sadaka se janë pajtu familje dhe kemi ndërprej një gjakmarrje. Thumme qal ja Kabisa, inna al-mas'ala la tahillu illa li ahadi thalatha. Dhe atëri tha, o Kabisa, nuk lejohet lipish përveç 3 raste. Rajulun tahammala hamalatan fa haldat lahu al-mas'ala hatta yusibaha thumma yumsik. Është si rasti i jot, ke marr në pajtim që aty ka patur gjak dhe ke merr nga sadakaja deri kur? Derisa ta përfundosh atë çështje. Derisa ta përfundosh atë çështje dhe jo të fitosh. Wa rajulun asabathu ja'ihatun ijtahat malahu fa halat lahu al-mas'ala hatta yusiba qawamin min 'aish. Tjetri, nëse një fatkeqësi natyrore ja shkatron vërshime, tërmete, ja shkatron pasurinë, edhe ai ka drejt të lipe deri kur të forcohet ta qet parën e vete për vete dhe familje, dhe atëherë mbas asaj nëse lip, që nëse i ka mbet tradit, ai nuk i lejohet. Wa rajulun asabathu faqa fa tashhadu lahu 3 min dhawil hija min qaumi. Situata e tretë, ai i cili nuk ka, i shkatru pasuria, i cili realisht nuk ka për të ngrënë dhe për të pi, dhe të dëshmojnë 3 vet nga farefisi i tij se filani ka nevojë, edhe ati i lejohet t'i jepet deri kur? Derisa ai pra
të kthehet dhe ta fitoj paran vet. E u kale si daden min aish, apo si daden min aish derisa ta përballoj jetën. Fema siwa hadha min el mes'ele, gjdo mes'ele, gjdo lypje jashtë këtyre 3 situatave. Ja kabisa suhtun ja kulluha sahibuha suhta, është haram dhe aj që ha ta dit se ka ngrën pra haram. Vëllezër të dashur, sot fatkeqësisht është e përhapur lypja gjithandej pa fije turpi. E shtall dorën edhe gajle nuk e ka. Madje edhe në xhami. Duhet ta dim se ky fenomen i shtalljes dorës gjithandej, sidomos në xhami, ta dim se nuk i ka hije muslimanëve ama hiç. Nuk duhet t'jetë në shoqërinë muslimane një fenomen i tillë. Padyshim që nëse diçka e tillë, pra gjatë lypjes, pengohen njerëzit në angazhimet e tyre, apo pengohet edhe xhamati, në xhami, ta dim që ajo lypje arrin edhe gradën e haramit, rreptësisht të ndaluar. Ndërsa, lypja në xhami dhe institucione, padyshim që duhet bërë me leje paraprake nga kryesit e tyre. Muslimani i cili është i shëndosh, fizikisht dhe psikikisht, e ka rreptësisht të ndaluar të lip, rreptësisht haram e ka të ndaluar të lip, përveç nëse i ka ardhur situata e skaka ja mban, për veten, familjen, apo i ka godit një smundje, kancer ose diçka dhe s'ka mundësi, atëherë ati i lejohet të lip, po vetëm aq sa ka nevojë. Çdo teprim, e tham javën tjetër, dënimin e lypjes pra pak nevojë. Po ashtu, edhe ata të cilët janë të smur fizikisht ose psikikisht, shifni ç'tash, ata që janë të smur me dokumentacion, me ligj, me rent, me rregull, që janë të smur fizikisht ose psikikisht, ose janë të pamundur të sigurojnë kafshatën e jetës së tyre, sikurse jetimët dhe të ngjashëm me to, për to e kemi ne obligim të kujdesemi me sadakat lëmoshën tonë, ndërsa kjo kategori e merr atë furnizim sepse e ka rrezik dhe e merr me kokën lartë dhe me krenari. Ne po ashtu kemi në shoqërinë tonë një kategori të njerëzve të cilët janë të varfër, nuk kanë, po dinjiteti i tyre nuk valejon që aq shtall dorën. Çfarë të bëjmë me këto? Ne e kemi obligim nëpërmes familjarëve të tyre t'i gjejmë të njerëz dhe t'i furnizojmë atë furnizimin elementar që i duhet një familjeje. Lutë Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur të cilësitë e tij të larta, na furnizojë neve t'i furnizojë fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman me furnizim të mjaftueshëm halal që do ta ruajë dinjitetin tonë në këtë botë dhe do ta fitojmë kënaqësinë e Allahut në botën tjetër. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.